tre. Do më thonë, biopsinë e moshës më të re që kam bon eksperiencën të për vitin e fundit, më thonë, brenda këtyre 6 muajve është 27 vjetë. Dhe është, do më thonë, një femër cila ka një zinxhir shumë trashëgimit shumë të lartë. Edhe është kjo moshë. Për këtë arsye rekomandohet çdo nane e cila diagnostikohet, pyetja parë që ja bëjmë është a ki vajza. Edhe të lutem për moshës 18 tutje të filloni ekzaminim një kontroll. Qoftë vetë kontrolla, po ta bani edhe ka një ultrazot paktën një herë në vjet, që ta shohim pak a shumë çfarë ndryshime ka gjirin, çu po shkon gjiri i saj, pavarësisht ku do ta bën. Po ta bani kontroll të gjirit, që ta shohim pak si po shkon gjendja e saj, në mënyrë që anamneza familjare është, nuk do të thotë që patjetër ti ki mos mundes e ki dikon në familje, por të rritet risku që mundesh me pas në krahasim me mosha tjera, ose mund të shfaq moshë më të re, ose me pas njëtën smundje sur ka pas ma herët prindit, nana, motra, tezja, vajza tezja, do më thonë, kjo është zinxhiri më i ngushtë familjar. Trashëgimia gjithmonë shkon kana. Po, por jo 100% trashëgove. Jo, absolutisht jo, absolutisht jo. Ka mundën me pas plot që kanë kalu. 4 qika me kon, njona mundet me trashëgove, është atri jo. Ande ka raste? Ka raste shpesh, kemi raste që asë se ka në familje, po për herë të parë smuhet vetë. Dhe më thonë, nuk janë to... Unë menoj dhe në përgjithësi është në aspektet e përvoja personale, profesionale, janë se ndoshta është rritë vetëdijsimi ma shumë i popullatës dhe bëhen kontrolla ma shumë. Edhe për këtë arsye diagnostikohen raste edhe ma shumë edhe ma ndoshta kemi edhe ma shumë raste, shumë përgjithësi vitet e fundit, por po të krahasoj me vitet e përparme. Sipas kur kemi moshat vjetra, na vinë sot është shumë të avancune. Shumë të avancune me një gjik komplet egzulqerun, me një gjik komplet ratrahun, edhe pyetja kur bot, pyetja pse ke lënë adi me të bëu kështu, po ky nuk po dhem. Dhe është një seni maj kryesor është se smundjet malinje, si kanceri i gjirit, nuk dhem. Nuk ka dhimbje. Nuk ka dhimbje. Dhe më thonë është gjithmonë duhet të shkojmë ka e pjesa që vetë egzaminimit, kontrolës, konsultin me mjekët e përgjithshëm që merren me zanë, do të thonë me profesionin e caktuar të radiologut, të kontrollohet gjira dhe pastaj të delegohet mbas sipas nevojës, nëse ka nevojë të bëhet intervenimet biopsi të ban radiologët dhe pastaj ose nëse s'është e nevojshme për biopsi, por është një për shembull fibroadenomat e moshave të reja. Janë tumore hormonale në mënyrë të moshave çikave të reja, 15 të sipër. Ato ajo mund vetëm u ekstirpun total nga kirurgu dhe nuk ka nevojë për biopsi. Jo, nuk ka nevojë për biopsi. Tumoret benigne s'ka nevojë për biopsi. A përsëriten këto? Përsëriten. Munden mos me ndodh, po din mu përsërit. Din mu përsërit. Për shkak të çaty hormoneve që kanë në organizëm.